Jemi në njërë ndër fabrikat më moderne të prodhimit të lëngjeve. Përveç në tregun tonë në disa brende, prodhimet shumë cilësore që prodhon brenda kësaj fabrike shijon në shumë vende të tjera të botës. Laberian prodhon dhe eksporton nga podujeva e Kosovës. Miq të dashur të prodhimeve vendore, bizneset me erëzën këtë javë e nisin vitin e ri me shumë freski me lëngje natyrale. Me çfarë makineri shpunohen e me çfarë standarde shpunohet brenda kësaj fabrike, e ndjekim bashkë. Momentalisht jem depo të lëndës së parë. Lëndës së parë që nevojitet për prodhimin e produkteve tona. Për me qenë lënda e parë me standarde dhe kriteret cilat kërkohen për këtë prodhim, atëherë depoja duhet me plotësu disa kushte. Duhet me kon temperatura me kon 4 gradë deri në 5 gradë për kjo vlen për ruajtjen e lëndës së parë. Lëndën e parë na e ruajmë për prodhim në temperaturë dur. Prandaj gjitha kushtet dhe standardet që kërkohen për ruajtjen e lëndës së parë, ne i posedojmë. Prandaj edhe për shkak të cilësisë dhe kualitetit duhet me plotësu këto kushte. Edhe këto kushte ne i plotësojmë. Për lëndës së parë kemi pure molle, koncentrate, pure edhe lloje ndryshme të lëndës së parë që nevojiten për prodhimin e lëngjeve. Ambalazhin e marrëm prej firmës të cilën bashkëpunojmë me vite të tëra. I bashkëpunojmë prej fillimit të prodhimit të lëngjeve, që është firma më e njohur e botërore, prej Tetra Pak. Ambalazhi për prodhimin e lëngjeve është një prej paketimeve ose ambalazhimeve më të shëndetshme për prodhimin e lëngjeve. Lënda e parë, e cila na nevojitet për prodhimin një ditor, tërhiqet prej depos shkon në hall të prodhimit ose në proces prodhimit. Prej aty sipas recepturës ose sipas plan programit fillohet edhe përpunohet, prodhohet për të kaluar në hallkat e prodhimit të më të tjerë. Pasi që kemi marrë lëndën e parë nga depoja, tani jem në pjesën ku bëhet përgatitja e lëngut. Nga këto merret mostra dhe dërgohet në laborator për analiza dhe vazhdon në procedimin e më të tjeshëm për përgatitjen e prodhimit të një lëngu. Lënda e parë e cila na vjen, gjithherë vjen në mënyrë aseptike, pastaj bëhet hapja atyre dhe fillon
mostra për analizë në laborator. Kjo është një lloj aparature e cila shërben për matjen e briksazhës ose materjes së thatë, që ne i quajmë. Merret një sasi dhe analizohet për aciditet. Ndryshimi i ngjyrës nga ngjyra e mostrës në ngjyrë pra të kuqrëmt, atëherë tregon një pikën ekuivalente të aciditetit. Dhe kjo vlen për të gjitha mostrat ose për të gjitha lëndët e para të cilat duhet të jenë për prodhim. Në momentin jem në procesin e prodhimit, pasi janë marrë mostrat e lëndës parë dhe janë analizuar, pas krejt vlerësimit të analizave, është konstatuar që mostrat janë në rregull, domethënë i plotësojnë kriteret e prodhimit dhe jepet urdhër për prodhimin e më të pjeshëm në faza të tjera të prodhimit. Ndodhemi ku bëhet përgatitja e langut. Ne e quajmë procesi i prodhimit. Këtu bëhet procesimi i gjithë parametrave për një recetë caktuar që është në plan program ditor. Pasi ka ardhur këtë repromateriali prej depove, prej analizave laboratorike, ne fillojmë me procesim të langut. Me procesim kuptojmë kur këtë parametrat vinë në anën laboratorike të shquajtur, po na e kemi këtu anët të mëdha që janë këto fuqit, edhe bëhet bashkëdhëzimi të gjitha elementeve. Në këtë rast, sot për shembull prodhojmë fruta mali. Edhe ajo recetë i ka këtë karakteristikat e veta, kur bëhen këtë bashkëdhëzimet, laborantet e marrin edhe një herë mostrën, e analizojnë, bëhet saktësisht ajo receta që duhet me qenë, edhe fillon procesi më i rëndësishëm i një fabrikës prodhimit lëngjeve, procesi i pasterizimit. Ne këtu kemi 3 linja prodhuese që mund me qenë ditore ose edhe një ditë mundesh me prodhu vetëm 2, po në bazë kërkesave. E kemi pasterin e litrës, kemi 2 litrësh edhe kemi 0,250 ml. Faktori kryesor i asaj që thash është pasterizimi. Ai luan një rol kyç në rujtjen e vetive fiziko-kimike të langut. Për të mos me humbë asë një veti, a i ka parametra caktuar. E ka shpërlarjen, vjen ngrohja, pasi ngrohet, fillon faza e sterilizimit e cila zgjat 20 minuta. Faza e sterilizimit nënkupton mbytjen e baktereve në temperaturë pa i humbë vetit langut. Në këtë rast fruta mali për shembull, edhe del 5 minuta në sistemin ose procesin e ftofjes,
pregaditet për me shku në maqinë ose mbushtore. Te ne kemi 3 linjat. 3 linjat funksionojnë sistemin e mbyllën, tetrapak, edhe mbushtorët, kur del si produkt final, i kanë fazat e sterilizimit, të dezinfektimit letrës, për rujtjen dhe afatizimin e longut në kushte natyrale. Pa asnjë konservans, pa asnjë aditiv, ai mbytën bakteriet edhe ai long është i afatizuar për kohë caktuar me mundësi mi rujt aftësitë fiziko-kimike pa ndryshueshme. Tjetër veçori në procesin e procesimit është edhe homogenizimi. Ai lu një rol të madh kyç në longjet e trasha, siç është pjeshka, dardha, për shembull kajsia. Atu bëhet masa homogjene përmes shtypjes, ku grimcat më të vogla të dardhës ose të pjeshkës komponohen me pjesën tjetër të longut përmes shtypjes madhe atmosferike që e ka homogenizatori. Kjo makinë është TBA 3 Dex. Është prodhuese 1 litër. E ka kapacitetin 7300 copë në orë. Prej ne fabrikën tonë prodhojmë 4 lloje të paketimit longjeve. Prodhojmë 1 litërsh, prodhojmë 2 litërsh, prodhojmë 250 ml, edhe prodhojmë 200 ml. Kapaciteti i 2 litrësit është 10.000 copa në orë dhe kapaciteti i 200 ml, 250 ml është 9.000 copa në orë.
kjo pajisje këtu është trupu i kësaj linje prodhimi. Do thotë mëngjes duhet t'ja vëmë programin çfarë e kemi dhe ty të prodhojmë gjatë ditës. Edhe këtu ja vëmë programin, varësi është ose 200, ose 250, ose me pip, ose me kapaksin, ato që kërkuhet prodhim qatë ditë, dhe do t'ja vëmë këtu, fillimisht. Se t'ja vëmë programin këtu, ne të nisëm prej makinës. Shkojmë të makinës. Këtu bëhet mbusha, këtu vjen longo, është mbusha, më rritë. Këtu dorë që duken që po të rinë, është mbush, e mot, e saldon edhe e tresht. Ma pak se qëndat e sekundës. Edhe në mënyrë induktive. Hinën formatizues, e merë formën e vetë, del një trapë. E vazhdojnë rrugën, merë datën e prodhimit digitale, edhe vazhdojnë makinat tjera përqyrë. Cilat janë makinat tjera? Makinat tjera janë barët cilën jemi duke prodhuar. Sot jemi duke prodhuar 250 litra, është me pip, shkon makinën me pip. Kur është me kapaka, shkon në kap me kapaka, edhe në fund është paketimi i letës, që jeton priher 8-24, ose priher 4-12, vazhdojnë çfarë e kërkon tregull, çfarë patjetër e kërkon prej prodhimit tonë. themeluar kompaninë vitin 1996 dhe qëllimi apo ideja ka qenë që ne të grumullojmë dhe përpunojmë qumshtin, të ndërtojmë një qumshtore. Fatkeqësisht u prisht gjendja edhe politike edhe sociale dhe plasi lufta. Pjesa dërmuese e pajisjeve u valla po u stërvall nga forcat paramilitare serbe dhe ato policore dhe u bua pamundshme, u ju vu zjarri objektit
ka bërë pamundshme që të fillohet me qumsht, pjesa dërmuese e kafshëve prapu pleçkitën nga forcat e Serbisë. Ajo pjesë që pështoj pa u dëmtuar, u degenerua. Do të thonë, nuk pat sukses që në asnjë mënyrë të filloj me krumbullimin dhe përpunimin e qumshtit, na u imponuar që të filloj me prodhimin e lëngjeve natyrale. Dhe në vitin 2000 kem nënshkruar kontratë me firmën e mirë njohur Tetra Pak, ku kem vazhduar në atë kohë me kushte shumë vështira. Unë e them shumë shpesh edhe në emisione tjera që për atë kohë, në periudhën e mas luftës, me qenë prodhues në Kosovë, ka qenë një privilegje madhe dhe njëkohësisht ka qenë edhe sfidë madhe. Ka qenë privilegj sepse po furnizon qytetarët tanë me produkte vendore, po ndikon në gjendjen e tyre edhe materiale, edhe sociale, po ndikon në gjenerim të veneve të reja të punës, po ndikon në buxhetin e Kosovës, praktikisht po ndikon në zhvillimin ekonomik të vendit. Ka qenë sfidë shumë e madhe për shumë arsye. Infrastruktura ka qenë zero. Kem pas probleme shumë të mëdha me energjinë elektrike. 6 vjet e gjysmë kem prodhuar me generator. Kostaja e prodhimit me generator ka qenë 35% në krahasim me energjinë elektrike. Pastaj problemet me transportin, problemet me importin, problemet që nuk kemi pas mundësi të eksportojmë njëherë. Dhe këto probleme, këto sfida na kanë përcjell një kohë të gjatë. Por, për kushtimi jonë, puna e palodhshme, mundësia që të jemi krahas prodhuesve të tjerë, ja kemi dalë, ja kemi arrit të zhvillohemi, të punojmë dhe po kthehem prapë në histori. Kem filluar me 12 punëtorë, sot janë 80 kusur punëtorë me punë të rregullt dhe një 60-70 punëtorë me punë sezonale. Kem filluar në 2003 të eksportojmë në Maqedoni dhe Shqipëri, posa ka filluar liberalizimi i rregullt dhe marrëveshjet me shtetet përreth neve, kem filluar të eksportojmë. Sot eksportojmë mbi 50% të produkteve tona jashtë Kosove. Po flas për vitin 2000, kanë qenë hapësira 650 metra katror si hall prodhimi, tash janë objekte mbi 16.500 metra katror. Më thonë, është një zhvillim permanent dhe një shtimi edhe i kapaciteteve prodhuese, po edhe i ndërtesave, edhe i hallave të prodhimit, edhe i depove të ndryshme që janë të dedikuara për prodhim. Kem filluar me 2 artikuj, me 6, me 8, dhe me një brend që ka qenë Dona për fillim, pastaj kem filluar me 2004 me brendin tjetër X, në vitin 2009 me brendin Ecofruit dhe në vitin 2014 kem filluar me brendin Ponç. I kemi 4 brendet tona, mbi 60 artikuj, dhe pjesa tjetër e brendeve janë të markave të huaja, sepse ne e shfrytëzojmë mundësinë tonë, shfrytëzojmë kapacitetet tona, përvojën tonë, ekipën që kemë shumë profesionale, dhe kem filluar kohën e fundit prodhojmë shumë edhe për brendet të huaja, për marka të huaja tregtare. Dhe momentalisht i posedojmë mbi 145 artikuj. Me qenë prodhues në Kosovë është i jeni krijimtar, do të thonë ne po krijojmë. Dhe momentin që je krijimtar, nënkuptohet çfarë pozite është. Fatmirësisht, prej vitit 2015 e tutje qeveria, institucionet tona relevante, kanë filluar me paketin e parë fiskal, pastaj me paketin e 2 fiskal, dhe tash në këto pozita, në këto situata jemi shumë më të favorshëm në kuptimin e zhvillimit, se sa që kemi qenë para vitit 2015. Dhe ka ende probleme, ka ende vështirësi, ende ka sfida, por vazhdimisht po bëjmë presione pozitive në institucionet tona relevante që të krijojnë kushte sa më të mira, ose së paku të na barazojnë me prodhues të tjerë të rajonit e të Evropës. Dhe ne po flasëm tash në vitin 2022, i kemi kaluar ato faza që kanë qenë tranzicionale dhe jemi të kalitur, jemi të, si ta them, jemi me një eksperiencë mbi 2 decenje dhe produktet tona tash janë anë banë them globit. Qëllimi jonë është vazhdimisht që të vazhdojmë me prodhimet tona cilësore, që të kemi çmime sa më të arsyeshme për konsumatorët tanë, që vazhdimisht ta krijojmë besimin sikur që e kemi krijuar për 2 decenje, të i furnizojmë tregtarët me kohë, të i marrim opinionet e
e t'i marrim opinionet e konsumatorëve që të bëjmë një produkt apo një cilësi që ata e pëlqejnë më së shumti dhe kjo cilësi të është e arsyeshme me çmimin dhe ne të arrisëm gamën e produkteve tona dhe të arrisëm shitjen me një fjalë. Jemi shumë të lumtur që javë pas jave po njoftojmë publikun me pasuritë tona. Kosova prodhon, Kosova edhe eksporton. Neve nuk na mbetet gjë tjetër veç me vazhdu me i konsumu prodhimet tona. Me dashuri nga Laberian, shihemi javën tjetër.